Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi të kujmë të Allah subhana të elus dhe ati përgjërom që të lavdrej dhe të begoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjër. Të në vëllezër, kur Allah subhana të ala në flet në Kur'an për popujt, e sidomos në kontekste që nuk përthakohen për mrena një kohë të saktume, po me një kontekst që i te kalon kohnat, qoftë të së kaluarës apo të tashmës, kryesisht Allah subhanahu wa taala i referohet termit umet. Dhe neve se e kemi një përfiturim për termin umet, edhe ndoshta në ato përfiturimet e tona, umet është ajo bashkësia e madhe që i gëlltit ato etnikume, të racat edhe fiset e vogla. Saktësisht ne jemi umeti islam, kuptimin që kemi një vlerë të përbashkët, po pastaj ndahemi në kombe, ndahemi në raca, ndahemi në fise e kështu me radhë. Saktësisht edhe nëse qëndron kjo si domethënie që umeti është një bashkësi e madhe, është një bashkësi që i ngërthen në vete edhe bashkësitë e vogla, saktësisht thelbi i konceptit umet, thelbi i domethënies umet ose i nocionit umet është diku tjetër. Saktësisht në gjuhën arabe, fjala umet rrjedh prej fjalës ose prej rrojës që do thotë bazë. Dhe prej këtu pastaj nana e merr emrin sepse është baza e preardhjes së ekzistencës. Sikundër që edhe imami që del t'ju prin njerëzën në namaz, e merr imam emrin prej kësaj baze, sepse është baza orientimit teksa ne falemi. Ose prijesi besimtarëve quhet imamul muslimin, nga që është baza orientimit të komunitetit kush është do thotë prijesi i tyre. Saktësisht umeti nuk përbën konceptin e diçkaje që është e pandryshueshme, po përbën konceptin e asaj që është e ndryshueshme. Kuptimin që ti nuk arrin dot me ndryshu racën. Ndaj fjala umet nuk thuhet umeti të bardhëve, sepse nuk është përcaktim që ti e përcaktuar për qenë i tillë. Po as nuk thuhet umeti i këtill ose atil te çështjet e përcaktimeve të tjera. Umet si nocion, si koncept, ka të bëjë me një bazë ku njerëzit janë bërë bashkë rreth diçkaje. Për këtë arsye, Allah subhanahu wa taala kur na tregon për umetet e mëparshme, saktësisht na tregon që parafërsisht mund të nënkuptohet prej konteksteve narrativave kuranore që koncepti i umetit vjen tek përcaktimi i njerëzve tek besimi, tek kultura, tek zakonet. Saktësisht ti përcaktohesh me pas një besim, ai tjetri përcaktohet për ta pas një kulturë, edhe tjetri përcaktohet për ta pas një zakon. Zakonet, kultura dhe besimi e përbëjnë umetin. Ndaj Allah subhanahu wa taala për shembull thotë: "Kana nasu ummatan wahida." Njerëzit kanë qenë një umet i vetëm. Kuptimin që kanë qenë një përcaktim. E kanë pasur një përcaktim. Pastaj Allahu ka dërguar profet për t'i udhëzuar, për t'i paralajmëruar, për t'i korrigjuar njerëzit. Në fund thotë Allah azza wa jall, thotë liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fi. Dhe krejt kjo që i kemi dërguar profetët e kemi bërë që njerëzve me usqaru atë që kanë pasur dallime mes vete. Fillimi i ajetit thotë njerëzit kanë qenë një umet, domethënë një qytetërim, një përcaktim. Pastaj Allahu ka dërguar profet që njerëzit me u bë qartë ajo ku ata kanë dallime. Ai bëjmë një tjetrit sqarime për racën, gjuhën, edhe për ato që janë pandryshueshme? Jo, realisht aty ku jemi përcaktuar sakt ose jemi përcaktuar domethënë gabim. Dhe këtë e gjomi për shembull, thot Allah subhanahu wa taala në një ajet tjetër që na e bën edhe më të qartë që umeti është koncept i vetë përcaktimit, thot Allah subhanahu wa law sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida. Me pasdash Zoti ju kish bë këtë një umet. Me pasdash Allah ju kish bë juve këtë një umet. Domthon ke ju kish bë një kulturë, ke ju kish bë një besim, ke ju kish bë një përcaktim. Mirë po thot Allah subhanahu walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Mirë po Allahu disa njerëz i lën në humbje, edhe disa i çon në udhëzim. Që i bie thelbi i të qenit umet pas ka të bëj me ai i udhëzuar apo i devijuar. Kuptimin që devijimi dhe udhëzimi i përcakton umetet. Domethënë, një umet janë bë bashk se diçka amorale është në rregull. Apo? Ata janë umet i amoralitetit. Një umet janë bë, një bashkësi e madhe janë bë bashk se kjo nuk është në rregull. Që kjo është udhëzim dhe kjo është devijim. Përcaktimi i tyre te temat e udhëzimit dhe temat e devijimit që kjo i përcakton njerëzit në bashkësinë e madhe. Mirë po, është interesant, në narrativën kuranore e gjejmë edhe një domethënie që besoj është e dobishme. Ndonjëherë Allah subhanahu wa taala na flet për një koncept të umetit për mrena umetit. Kuptimin që ekziston një mega umet i madh dhe pastaj për mrena këtij umetit
të madh, janë edhe disa ummete të më të vogla. Për shembull, thot Allah subhana, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ju jeni umeti më i mirë që ka dalën mesin e njerëzve. Ju jeni umeti më i mirë që keni dalë mesin e njerëzve. Dhe më njëherë mos i na kallzon Allahu, që na jeni umeti më i mirë, nuk thot jeni më i mirë se jeni më elokuentët, jeni më oratorët, thot ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Vlerën e parë që përmend Allahu subhanahu wa taala e përmend vlerën e të qenit urdhrues mirë ndalues nga të këqijat, wa tu'minuna billah, dhe besoni në Allahun. Pse Allahu subhanahu wa taala urdhrimin të mirë ndalimin nga keqja e përmend përpara besimit kur fol që na umeti më i mirë? O shumë e rëndësishme kjo me kuptu. Për shembull, na kur flasim thomi besimi së pari. Së pari duhet folmi për besimin. Ndërka që Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet fillimisht përmend që na urdhromin të mirë dhe ndalumi nga keqja, jemi njerëz që i përmirësojmë të tjerët, jemi njerëz që kemi aktivizëm komunitar që jo adojmë njerëzve të mirën edhe i thrasim në udhëzim. Pastaj thotë dhe ju besoni në Allahun. Arsyeja pse Allahu subhanahu wa taala fillimisht e përmend urdhrimin të mirë, ndalimin nga keqja, pastaj e përmend besimin në Allahun, sepse besimi në Allahun ka qenë vlerë të këtë umetet të mëparshme. Këtë umetet kanë besuar në Allahun. Mirë po, asnjë umet nuk ka urdhëruar të mirë dhe nuk ka ndaluar nga keqja sikur ky umet. Jo që të tjerët nuk ka qenë. Për shembull, këtë umetet e kanë pas profetët, kanë pas havarijun, kanë pas sahabe, mirë po nuk ka pas asnjë profet sahabe sigurisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këtë umetet kanë pas njerëz që e kanë përhap hajrin. Po ndoshta kanë përhap hajrin tek fshatnat e tyre. Na në umet që kanë përhap nëpër kontinente. Krejt njerëzit kanë pas, këtë popull kanë pas njerëz misionar që kanë dalë me bota vet. Mirë po na ku e kena dallimin? Na dhe armikut tonë ja dëshirojmë islamin. Na dhe ai i cili ndoshta ne ka bërë të keqen më të madhe, me dëgjuar që ka hyrë islam na gëzohemi. Sepse na umet më i miri që ka dalë domthon tek njerëzit sepse e kena këtë vlerë, aktivizmin shoqëror, dëshirën për me përmirësuar shoqërinë, dëshirën për me bëu më të mirën për njerëzit. Që ka ky umet nuk e ka pas asnjë umet më përpara. Kështu që ky është umeti i madh, që është umeti islam, i cili domthon urdhon për të mirë ndalon nga keqja dhe beson Allahun. Për mbrana këtij umetit ekziston edhe një diçka tjetër. Për mbrana këtij umeti të madh ekziston një umet më i vogël. Dhe thirrja jemi në këtë ligjërat është pikërisht kjo. A mumi na sonte këta që jemi këtu, të bëhemi ky umeti i vogël për mbrana këtij umeti të madh. Thot Allah subhana, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair." Le të bëhet nga ju një umet që udhërojnë për hajër. Domethënë, ju jeni musliman krejt. Ju gjithë jeni musliman. Dhe ju jeni umeti islam. Kjo është ajo ombrella e madhe. Thot, a ka një pjesë e juaja, le të bëhet një umet përmbrana këtij umeti të madh. Çka ka ky karakteristik? Thot yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Këta një të thrasin njerëzit tek e mira, le të urdhojnë për të mirë dhe le të ndalojnë nga keqja, këta janë të shpëtuarit. Saktësisht, urdhimi për të mirë, ndalimi nga keqja ose të qenit aktiv në shoqëni për mi pru njerëzit tek Allahu. Kjo është detyrë këtë besimtarëve. Me po kjo është detyrë këtë besimtarëve të ky umeti i madh. Kurse të ky umeti më i veçantë elitar, disave ju bë hise pak më shumë. Ta janë alo më të mirë. Këta nëse krejt urdhojnë për të mirë ndalim nga keqja, dikush e urdhon bashkëshortën, dikush bashkëshortin, dikush të afërmit, ta thonë jo. Najna që ky umeti që po thot Allahu, ulaike humul muflihun, ta më të shpëtuarit, më të mirë, se këta e kanë zgjenuar rrethin e ndikimit tyne të hajrit për me ftu njerëzit tek e vërteta tek Allahu subhanahu wa taala. A ekziston kjo domethënie umet përmbrana umetit? E kemi edhe në një evidencë tjetër kuranore, kur Allahu subhanahu wa taala tregon për iftarët e librit, edhe na e dimë iftarët e librit janë njerëz të shirkut, të kufrit, të mohimit të profetëve kështu me radhë, dhe pastaj Allahu thot lejsu sawa, nuk janë thot krejt njëjtë. Nuk janë krejt njëjtë. Domethënë ky është umeti në përgjithësi, umeti fjalabi i krishter, umeti hebrej, umeti i manastireve, i kishave, thot mirë po nuk janë krejt njëjtë. Sot pastaj min ahli al-kitabi ummatun qa'ima. Prej ahli al-kitabit, prej thave të librit, prej krishterëve ka një umet që natën falen, i lutën Zotit dhe besojnë Allahun, udhojnë për të mirë ndalojnë nga keqja, në kuptimin që këta nuk i takojnë kësaj tërësisë së madhe. Ka një moment që kanë reflektuar, kanë kuptuar besimin, ndoshta s'kan pas guxim me shpalos, apo, mirë po në të vërtetë janë umet përmbrana, domethënë umetit, dhe thot Allah subhanahu wa taala në një vend tjetër thot minhum ummatun muqtasida. Prej tyre ka umet, domethënë përmbrana ehlil kitabit, ka dikush që janë umet bashkësi që janë të drejtë, në kuptimin që e kanë kuptuar cila është e vërteta, thot wa kathiru minhum sa'a ma ya'malun. Mirë po shumica sa keq që veprojnë. Domthon shumica e përcakton umetin e tyne, po një pakicë është i ka kuptuar disa të vërteta, i ka kuptuar disa, domethënie të sakta dhe koncepte të drejta. Andaj, ekzistua ka diçka që quhet elit,
edhe ekzistua ka diçka që quhet shumicë. Na si musliman të shumica jemi kërrej që duhet me urdhën të mirë me ndalu nga keqja. Çdo musliman duhet me pas një hise që dikujt ja ka thënë një fjalë të mirë, dikë e ka këshillu, dikë e ka ftu, dhe kjo është hisja e pashmangshme gjithsesi ty nesh. Mirpo disa të tjerë shpresojnë shpërblim më të madh tek Allahu subhanahu wa taala, shpresojnë arritje më të madhe tek Allahu dhe rrjedhimisht nuk pajtohen të rrinë tek kjo shumicë, po dëshirojnë të pozicionohen tek kjo pakica elitare që me lenë Allahu subhanahu wa taala e ka shpërblimin edhe më të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Mirpo fatkeqësia ndon vëllazër qëndron që neve na bë hise të jemi këta elitarë, që urdhojmë të mirë, ndalojmë nga keqja, edhe që i këshillojmë njerëzit, na bë hise edhe më shumë, jo vetëm për faktin që dëshirojmë të jemi elitarë, për faktin që shumica sot nuk e bojnë urdhimin të mirë ndalimin nga keqja. Kuptimin që fjala bie këta që jemi sot, nëse krej kish më urdhë për të mirë, kish më ndaluar nga keqja. Nëse secili prej nesh e kish pas një projekt të përmirësimit të shoqënisë, nëse secili prej nesh e kish pas të paktën një projekt brenda 2025-s, 5 njerëzve ju kom shtin projekt dhe në prioritet që unë më bota vet. Mund të kish ndryshuar gjendja. Mirpo shumica muslimanëve nuk e kanë projekt urdhimin të mirë ndalimin nga keqja. Që i bie këta të cilët janë më të dalluar, më të veçantë, më të devotshëm ju bie edhe më shumë hise se sa, domethënë realisht do t'ju kishte taku fakti që të tjerët janë në gjumë dhe kur tjerët janë në gjumë, këta të cilët janë zgjuar patyshim që duhet me pasën vetdijen edhe më të madhe. Është një diçka paras me një temë që e keni parasysh, tema ka të bëjë me aktivizmin e sahabëve dhe mendësinë që ata e kanë pas, mentalitetin që ata e kanë pasë që neve po na mungon, do të kemi në konsiderat një fakt. E përmenda që besimi, kultura dhe zakoni e përcakton domethënë umetin, e përcakton civilizimin, e përcakton qytetrimin. Domethënë fjala umet mundesh me e thon barabartë është qytetrimi. Domethënë qytetrimi X edhe Y, domethënë është besimi tyne, kultura prafërsisht edhe domethënë zakonet. Mirë, po janë dy gjëra të tjera, të cilat e përcaktojnë zakonisht domethënë një qytetrim. Është domethënë modeli edhe mendësia. Domethënë ti përqen umet i dikujt, qytetrim i diçkaje, ti e ke model dikë. A është qartë? Më thonë, ose ata që quhen etrit e kombit, ose ata që quhen etrit e qytetrimit, ata mund të kenë kalu ndoshta 200-300 vite prej që kanë djeg, edhe ndoshta këta që kanë ardhur tuti janë shumë më të përparuar se ata që kanë qenë më përpara, mirë po këta janë ato, ai modeli i madh që fundja këta e kanë prue rilindjen, këta e kanë prue dijen, këta e kanë prue domethënë vlerat, edhe rrjedhimisht ata pastaj përbëjnë modelin. Modeli bashkë me besimin, me zakonin dhe kulturën e krijon pastaj mentalitetin. Domethënë, dikush i cili fjala bie për shkak beson tek funksionimi i ligjit, ky ka tjetër mentalitet. Dikush i cili beson tek kaosi, ka tjetër mentalitet. Dikush i cili ka zakon disiplinën, e ka zakon respektin për tjetrin, ka tjetër mentalitet. Dhe dikush i cili ka kulturë, për shembull, mirëgjetjen në shoqëni, ka tjetër mentalitet. Dhe kur krejt këto e kanë edhe një model, pastaj mendësia dhe mentaliteti është ai që e përcakton kush je ti dhe kush jam unë. Domthonë, kush jena na jena mentaliteti i cilin e përfaqësojmë. Kush jemi na? Jemi na ata të cilët me çat mentalitet e bëjmë jetën. Me atë mentalitet jetojmë. Ne mentaliteti na shoqëron gjithkund. Neve na shoqëron mentaliteti në xhami. Ne mendësia jonë na shoqëron edhe gjatë leximit. Ne mund të jemi veç vetë në shtëpi duke lexuar, mirë po lexojmë në bazë mendësisë tonë, jo në bazë ndoshta autorit. Dhe rrjedhimisht 2-3 njerëz e lexojnë të njëjtin libër, mirë nuk përfundojnë. Sikur që ndodh për shembull habia e shumë grupeve dhe orientime dhe rrymave bashkëore, të cilët ndoshta 5 rryma janë, 8-5 referohen Ibn Taymiyes, mirë po janë këto ndryshëm, sepse ata i referohen Ibn Taymiyes në bazë të mentalitetit të tyre. Për shembull, një njeri i cili fjala bie për shembull e ka mentalitetin të orientuar me dije, ai ndryshe lexon Ibn Taymiyen. Dikush i cili ka mentalitetin e problematikut edhe të krijimit të përplasjeve, ai ndryshe lexon Ibn Taymiyen. Ai i cili ka mentalitetin e të bërit llaf pa punë, ai ndryshe lexon Ibn Taymiyen. Ndaj mentaliteti është përcaktuesi më i madh i cili pastaj neve na bën me përfituar ose jo, domethënë prej modeleve tona. Ndaj Allah subhanahu wa taala edhe të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e ka porosit me ndjek modelet. Saktësisht e ka porosit me ndjek profetët e mëparshëm. Ndaj Allahu shumë i ka folën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për profetët e mëparshëm dhe ka udhëzuar, thonë me shembullin e tyre ti domethënë udhëzou dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se domethënë të ndronte jetë shumë vite më herët neve na ka treguar kush është modeli për neve. Sikur se shënon Imam Ahmedi Buhari Muslimi për Abdullah Mesudi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, njerëz më të mirë janë brezim, pastaj ata që vijnë pas tyre, pastaj ata që vijnë pas tyre. Ku është këtu në këtë hadith porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ndjekur sahabët? Realisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë tan më të mirë. Sikur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na jep një domethënie që është aksiomatike, në kuptimin që nëse janë më të mirë, atëherë këta janë modeli. Domethënë nuk ka nevojë me thonë ndiqni këta. Fakti që po tregon që këta janë më të mirë, atëherë i bie që këta duhet të
domethënë të ndiqen. Dhe un kam një tendencë sonte me len Allah subhanahu wa taala për me I marr disa shembuj nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qysh sahabët kanë qenë aktiv në përhapjen e fesë, qysh kanë qenë aktiv në shërbimin e fesë, qysh kanë qenë aktiv në shërbimin e shoqënisë, qysh kanë qenë aktiv në bamirësi dhe mirësi ndryshme për të qenë njerëz që lajnë gjurmë thella në ndryshimin e njerëzve. Mirë, po këtë po e bëj me një tendencë, një përpjekje shumë ndoshta që duhet me thonë qartazi. Ky është identiteti që zguxon me na mungu. Realisht ju mungon sot muslimanëve, sot secili fatkeqësisht është duke na mujt individualizmi dhe rrjedhimisht secili ka shumë plane akoma për të kryer dhe çfarë do që e menon për fenë Allahut, e menon si një projekt mes tjerash, pas një kohe, pas një dekade, pasi të rritën fëmijët, pasi të martohen çunat, ku diun çka, mirë po realisht kjo nuk është në përputhshmëri me këtë që kena me tregu sonte. Kjo nuk është në përputhshmëri me këtë që kemi me tregu sonte. Për shembull, po e marrim shembullin prej më të mirit të umetit, pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që është Abu Bekri radhiyallahu anhu. E shënon Ibn Hishami rastin sikurse e ka transmetuar Aisha radhiyallahu anha, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dëshiron me bë hijrat. Dëshiron të shpërngulet nga Mekka në Medinë. Po e citoj fjalë për fjalë nga që çdo fjalë është mësim veti. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot kana la yukhti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yati bayt Abi Bakr, thot ahad tarafay nahar illa bukratan wa imma ashiya. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vinte në shtëpinë tonë, në shtëpinë e Abu Bekrit, thot 2 herë në ditë. Dhe kjo thot rrallë ndodhte që I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam të mos vinte një prej ose në mëngjes ose në mbrëmje. Çka është mendësia? Çka mendësia këtu që neve na duhet? Njerëz të mirë rrin afër protagonistëve. Nëse hoxha jot është personazhi kryesor që është e bë davetin në vendin tan, ti dush më kon afër. Domthon imagjino fara afërsie me ardh çdo ditë në shtëpi. Është e qartë. Po Abu Bekri ja ka ofruar atë afërsi. Edhe Aisha radhiyallahu anha thot ne u patmi mësu në përditshmëri pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e kishmi, domethën afër. Kush ka qenë protagonisti më I madh I davetit në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Ka qenë pikërisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe Abu Bekri dhe njerëzit e mirë dhe aktivistët e mirë janë afër protagonistit. Kjo mentalitet. Jo fjala bie për shkakun kam shumë ide çysh më bëhet davetin këtë qytet, me po ti ndoshta me muaj dhe me vite nuk takohesh, nuk I afërsi me një personazh ose me 2 ose me 3 personazhet kryesorë që I ka domthonë ai vend. Thot pastaj Aisha radhiyallahu anha, thot dhe kjo kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vinte çdo ditë, thot përveç atë ditë që ka pas me bëj hijret, mu largu prej Mekës në Medinë, thot atana Rasulullah sallallahu alajhi wasallam bil hajirati fi sa'ati kana la ati fiha. Atë ditë thot ersin mes drekës, kohën e nxehtit. Thot kur asnjëherë s'ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të vijë në atë kohë. Edhe thot Aisha radhiyallahu anha thot kur e pa baba jam Abu Bekri kur e pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam tha ma jaa Rasulullah sallallahu alajhi wasallam hadhi sa'a illa li amrin hadath. Thot nuk ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë moment vetëm se pas ka ndodhur diçka. Çka është mendësia dhe mentaliteti? Personazhet edhe aktorët e davetit e njohin janë tjetrin mirë. Domethënë ti në sy e kupton që diçka ka ndodhur këtu. Këtu një problem ekziston. Mirë po, ndodh një problem, kalon java, kalon javët, kalon muaj, ti merr vesh I fundit. A di pse merr vesh I fundit? Se ty nuk të intereson. Ty daveti edhe personazhet e davetit edhe quarjet e para e kësaj feje nuk është projekt. Por Abu Bekri ka qenë projekt. Në moment që ka kuptuar që Resulullah sallallahu alajhi wasallam ka ardhur vakt drekës, këtu ka ndodhur diçka. Edhe pastaj mas këtij momenti I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abu Bekrit inna Allah qad adhina li fi al-khuruj wal hijra. Thot Allahu më dha leje me dal prej Mekës me bëj hijret. Abu Bekri radhiyallahu anhu thot as-suhba ya Rasulullah, as-suhba ya Rasulullah. Ama jep mundsinë me të shoqënuar I dërguar Allahut. Ama jep mundsinë me të shoqënuar I dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, mendësia është ai që do me bë mirë e di detyrën. Mendësia është ai që do me bë mirë nuk ka nevojë hoxha marr mi kallzu. Nuk ka nevojë imam I xhamis marr mi kallzu. Ai e di. Domethënë, shpesh ne bëhemi të shurdhër, si kishmi ditë, po ta kishmi ditë, pse s'tregove, jo, ti s'ki dasht. Se ai që do, ai e di detyrën e tij. Abu Bekri thot, unë e di detyrën time. Rasulullah sallallahu alajhi wasallam këtë moment që ka ardhur më tregu që më bëj hijret. Nuk ka ardhur më tregu se ku na do të mbese çelësi shtëpisë. Ka ardhur më tregu që dikush do të më shoqënu. Ai thot as-suhba ya Rasulullah. Më merr me vetë I Allahu sallallahu alaihi wasallam. E pastaj I thot Abu Bekri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ya nabi Allah inna hataini rahilatani qad kuntu a'dadtuhuma li hadha. O dir Allahut, me që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tregoi që pejgamber me vetë I tha këtu janë dy kafsh për transport, thot I kom bë gati pikërisht për çka qëllim. Çka është mendësia?
Ai që ka për një meni punë, ai bëhet gati edhe më herët. Ai ka ditë që një ditë prej ditëve, kur trashët ky zullum, edhe kur bëhet kjo padrejësi e padurueshme në Mekë, një ditë do të më dalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirpo atë ditë nuk bleta ajo kafsha 15 u dosh më herët me bë gati. Thotë i kom bë gati më herët i dur Allahut, sepse kjo është mendësia e aktivistit vërtet. Ai bëhet gati herët për qëllimet e veta që do me, domethënë me realizu për fenë Allahu subhanahu wa taala. Keni momentin ndërlëzë që thon, ndoshta kur vjen ngjarja e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, thotë dikush, po ama i ka qenë shumë lart. Domethënë ai ka qenë më i miri i umetit edhe jo më kot, pastaj ka qenë edhe halife i muslimanëve. Me po keni vëmendjen, kur bëhet halife Abu Bekri radhiyallahu anhu, në disa familje të varfra të Medinës, që kanë qenë disa gra të moshuara që nuk ka pas kush më kujdes për to, atë për to është kujdes Abu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe për çka është kujdes? Është kujdesur madje edhe për mjeljen e kafshëve të shtëpiakëve që ato i kanë pas. Dhe kur ato morin vesh që Abu Bekri bëhet halife, njëna prej tyre thot kush ka më ardh tash me nai miel, edhe i mbrin lajmi Abu Bekri radhiyallahu anhu, thot dhe unë kam me vazhdu, thot. Imagjinoj, nuk thot kam me autorizu dikë, thot unë kam me ardh me kryt njëjtën punë që kam këtu më herët. Madje ka ardhur transmetime që i ka pyet ata, sot a e doni, domethënë më herët me miel, a më mbrëmje, pastaj a doni më shumë kësaj apo ato dallimet e çumshit ku diun çka? E rëndësishme. Që ky njeri i madh nuk u koni madh vetëm se ka pas më bë halife. Ky ka pas shpirtin e madh. Ky ka pas gjoksin e gjon. Ky ka ditë që do të më bëj mirë. Do të më bëj mirë me për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po do të më bëj mirë edhe me një plakë e cila është domethënë vetëm në shtëpi, edhe domethënë do të më ndihmue për domethënë mjelën e kafshëve të shtëpisë. Një shembull tjetër, që është shembulli që e keni dëgjuar shpesh, po ky shembull është prej motrave, saktësisht prej gjinisë femnore, saktësisht prej ninanave të besimtarëve, që është shembull tyr për ne. Është shembulli Hatixhes radhiyallahu anha. Është hadithi që shënojmë Buhariu dhe të tjerët që e keni dëgjuar shpesh, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen dhe i thotë Hatixhes radhiyallahu anha, kom pas shumë frikë kur e kom pa Xhibrilin. Në shumë frikë e madhe, thot khashitu ala nafsi, kom pas frikë për vetë, po më ndodh diçka. Çysh e rahaton? Keni vëmendjen? Domethënë nuk i thot nëse e bë profet është problemi jot. Unë vazhdoj jetën se e kon tregtare. Ai ka pas karrierën e vet. Mi bëj bashkangjitet burrit vet. I bashkangjitet projektit burrit vet, se është projekti i hajrit edhe projekti i madh. Mirë, po është shumë e rëndësishme me më kthye në retro për me kuptu çysh e kanë ngushëllu. I thot Hatixha radhiyallahu anha, abshir. Thot myshde për ty. Përgëzo. Don kjo mendësia e njerëzve, janë optimist, janë njerëz që shohin bardh. Nuk shyn vesh me bë terrezi. I thot pastaj Hatixha radhiyallahu anha, fa wallahi la yukhzika Allahu abada. Se pasha Allahu ty nuk turpron kurr. Po ja thot këtë ditën e parë të udhëzimit, nuk ka t'ju thon mas 200 ligjëratave, mas 200 serive, e mas 10 vite udhëzim. Ditën e parë thot ty Allahu nuk poshtron. Ty Allahu nuk turpron. E pse? Keni vëmendjen? I thot, fa wallahi innaka la tasilu rahim. Po se ti je njëri që i ma lidhet me njerëz, me të afërmit. Thot, wa tasduqu al-hadith, ti e flet vërtetën. Thot, wa tahmilu al-kal, thot ti ju gjindesh njerëzve domethënë kur i kanë punë ran, kur i kanë vështirë. Thot, wa taksibu al-ma'dum, edhe kujtohesh për njerëzit që kapitullojnë. Thot, wa taqri ad-dayf, edhe ti i prit mirë musafirët. Edhe thot, wa tu'inu ala nawaib al-haq, edhe njerëzve kur i godet diçka e papritur, ti je syçel me ju gjindën. Domethënë mendësia thot, një njeri që i ka këto vlera, Allah kur nuk e lë me u patjetër. Domethënë Hatixha radhiyallahu anha këtu nuk ka fol me ajete. Këtu nuk ka fol me hadithe, këtu ka fol me mentalitet, ka thonë, Zoti nuk e çon poshtë një njeri që është kësaj. Është ja, domethënë ti tash ti bësh i ktill mbrana kësaj qendre, bësh i ktill mbrana xhamisë, bësh i ktill mbrana lagjësh, bësh i ktill mbrana xhamatit, mbrana shoqënisë, mbrana fshatit. Allahu ty nuk poshtron kurrë. Domethënë Allahu duhet me pas bindje këtë, ti duhet me pas bindjen më të fuqishme se Hatixhes radhiyallahu anhu. Se Hatixha këtë ka pasur prej kulturës së Mekës. Aty e kia kulturën e Kuranit të Sunetit. Ti duhet me pas më të fuqishme këtë bindje që kush është aktivisti i hajrit, kush është aktori i hajrit, kush ka në dur ti punë të hajrit, shumë punë të hajrit kalojnë kaj, Allahu te barekutaala nuk e turpron atë njerëz. Madje keni vëmendje, se si bine mund me gabu. Se si bine mund me pas një kapitull që gabon. Po imagjino për shembull në një jetë, qoftë në tregti, qoftë në biznes, qoftë në punë, qoftë diçka, ndoshta diçka nuk e ke menuar mirë. Edhe më thon, ndoshta nuk e kam menuar mirë, po ato veprat e mira që unë i kam investuar më përpara, Allahu ka më ndihmuar me dal pi krizë. Allahu ka më ndihmuar me dalën i pa turpnuar. Mirë, po kjo do të më qenë bindje, do të më qenë mentalitet, do të më qenë mendësi, sikur se ka pasën, domethënë Hatixha radhiyallahu anha.
Është një shembull tjetër sërish është për grave, mirë po është shumë turprues për ne. Domethënë për ne si komunitet, për ne si burra kështu më radhë. E shënon Imam Ahmedi, Buhariu, Muslimi për Abu Hurairës. Thot anna imra'atan sauda kanat taqumu al-masjid. Një grua pa fes, një grua pa pozitë shoqërore, një grua pa domethënie në shoqëni, e kishte përgjegjësi kujdesin për xhamin. Thot fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe në ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk po e sheh që në xhami. Ku është ajo gruaja që kujdes për xhamin? Thot mata afala kuntum adhantumuni, i thoin ka vdekur dur Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot po pse s'm keni tregu? Pse s'm keni tregu që kanë rrujet me mu kujdes për cilën e saj, nderimin e saj kështu me radhë. Thot Abu Huraira thot fa ka'annahum sagharu amraha. Ajo kishte vdek natën dhe këta thot Abu Huraira thot sikur ju ka dokën kur gjasë është puna e saj më aprish Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gjumin për një grup pa pozit, pa shoqni, pa familje, pa fëmijë, pa bashkëshort, pa emër. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot dulluni ala qabriha. Ma tregoni ku e ka varrin. Edhe shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja fal namazin e xhenozës. Mendësia kësaj gruaje thot, un baj mirë me atë që ka mundsi. Un nuk e përjashtoj veten asnjëherë nga të qenit pjesë e aktivizmit, pjesë e hajrit, pjesë e kontributit, qoftë edhe me një fshes. Nëse asgjë s'ka mundsi, un dikun ka mundsi me bë mirë. Imagjino domethënë nesër ditën e gjykimit. Ti i fjalëve të mëdha, ti i burrnis të madhe. Domethënë ki fati mu taku me këtë gruan xhenetin Allahu te barekuhu teala. Edhe nëse në një prej bisedave të xhenetit do shakibati për këtë fe. Sa njerëz janë ardhur në xhami piteje. Sa njerëz i kiprun ligjërat me një thirrje ose me një joshje. Imagjino domethënë me dal kjo gruaja, e që mundet me dal. 10 mijëra herë më mirë e më burrnisht se shumica e muslimanëve të sotit. Për arsye na duhet me hallakat edhe me ulumtu te mendësia e këtyre. Cila është mendësia e këtyre? Mendësia e tyre është kjo fe e madhe është. Kudo që unë e shërbej, qoftë me copëza, unë bëhem i madh, se feja është e madhe. Nuk ka rëndësi roli i madh, ka rëndësi zemra e madhe, nuk ka rëndësi ti me përfshini diçka që ti e dominon. E rëndësishme është me qenë pjesë edhe me pasën domethënë këtë mentalitet për Allahun subhanuhu teala dhe kjo sahabesh në vëllezër është edukuar që aty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e ka bë pjesë të sadakas imatatul adha anit tariq, me hekni pengesë për rrugës. Me hekni pengesë për rrugës. Ne na të edukum që domethënë turpi është për imanit, po na të edukum që edhe me largu një pjesë, një pengesë për udhës është për imanit, mirë po. Është për imanit atëherë kur ti beson bëndshëm këtë profeci të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe shpreson shpërblimin e Allahut te bareke ve teala. Në shembull tjetër, për me treguar mendësinë, nuk ka të bëj këtu me treguar rrëfenja, po është e rëndësishme me zbërthy dhe me xhurmue mendësinë. Është Aliu radhiyallahu anhu në ditët kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën hijret dhe ai shkon në shtratin e tij. E merr një përgjegjësi shumë të madhe. E merr një përgjegjësi shumë të rrezikshme, madje shumë me potencial, domethënë që me pas përfundim fatal. Mirpo Ali radhiyallahu anhu ka pas një mentalitet, një mendësi që duhet me pas guxim për ta ruajtur kauzën. Domethënë ne kemi kaluar një periudhë ku na është ndaluar gjithçka e kësaj feje. Por mos mu përsërit ajo, ne duhet të jemi shumë zëshëm për ta proklamuar dhe për ta thënë dhe për ta miratuar dhe për ta nxjerrë sa më shesha si fenë Allahut. Mirpo nëse ne gëzohemi që unë dhe ti jemi do e marr fenë në shtëpi, aty këtu një djalë dhe një vajzë është e marr fenë. Edhe aty këtu dikush është udhëzu, edhe mendojmë që kjo është mjaftueshme, kjo është e mjaftueshme. Përderisa nuk e masovizojmë domethënien tonë, përderisa nuk kena guxim haptazi me thonë që ne i përkasim këtyre vlerave, i përkasim këtyre moraleve, i përkasim këtyre përcaktimeve tona, mund kena rrezik. Kena rrezik nëse jo sot, mund të jetë mas gjysmës shekulli, mas një shekulli, po na mund të jemi bashkëfajtor të atij rezultati. Mund të jemi bashkëfajtor të një rezultati që ka ardhur si mungesë e guximit për me thonë troç edhe qartë për katësinë edhe domethënë vlerat e tona. Ose një shembull tjetër. Është Abdulrahman ibn Aufi. E keni parasysh është njëri prej 10 përgëzuar me xhenet, që Allahu te barekuhu teala e ka përgëzuar në dynjë me xhenet, më po që ka qenë shumë i pasur. Saqë domethënë Edeni Abu Bekr radhiyallahu anhu e ka dhënë pasuninë një herë komplet për Allahun, ndërkaq Abdulrahman ibn Aufi e ka dhënë disa herë. Domethënë disa herë një dytën e pasunisë, komplet pasuninë, domethënë disa herë Abdulrahman ibn Aufi ka dhënë shumë për fenë Allahut subhanahu wa taala, mirë po bujaria e tij është ligjrat në veti, çfarë bujarie ka pas. Mirë po projekti i tij ka qenë kush? Kauza e Islamit. Për arsye për shembull pasuninë më të mirë që e ka pas, e ka lënë vakëf për gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që pas vdekjes së tij të ketë një burim pasurie prej ka mirëmban gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ose për shembull
pasuri që fjala bie kanë ardhur në Medinë, edhe janë mahnit njerëzit, e ka pa momenti që u mahnitën shumë, edhe nuk e ka fut fare në treg, edhe drejt e ka dërguar për bamirësi e kështu me radhë. Domthonë, është ngjarje në veti. Mirë, po është një transmetim prej Talha ibn Abdullah ibn Auf, sikur që ka përmendur Imam Dhahabiun Sirr al-Alamin Nubala, thot kana ahlu Medinati iyalan ala Abdurrahman ibn Auf. Thot banorët e Medinës thuaj se krejt kanë qenë kujdesin e Abdurrahman ibn Aufit. Qysh? Sigur të kenë qenë familja e tij. Thot thuluth yuqriduhu mala. Thot 1/3 kanë qenë tu jetue, tu punue, tu bë biznese me borxhet që i kanë pas Abdurrahman ibn Aufit. 1/3 i kanë pas borxh. Thot wa thuluth yaqdi daynahum. Edhe 1/3 ja u kalo borxhet. Thot dhe 1/3 tjetër thot wa yasilu thuluthan, edhe 1/3 i ka pas njerëz të afërm që ju ka bë mirë. Domthon, komplet Medinja, o i kanë pas borxh, o ja u kalon ai borxh, o ju ka bë mirë shkaku që i ka pas, domethënë të afër. Çka Abdurrahman ibn Aufi, kur vjen momenti që thot, vallahi jam tutut, një guri me lëviz, kam frikë që Allah më çon flori. Një guri me lëviz, duket sikur me njëra Allah më çon pasuni. Ose ka një transmetim ka thonë Aishës radhiyallahu anha, çish më ja bë këtë punë, natën e shpërndaj, ditën apo të vjen. Domthon Allahu subhanahu wa taala është më bujar se ti. Domthon nëse ti Allahu të ka bë bujar për me kontribu për fenë Allah subhanahu wa taala, ti nuk mundesh më ka më bujar se Allahu. Ti ke dhënë një herë për Allahun, Allah ka më dhënë 10 100 herë për ty. Se Allah është më bujar se ti. Mirë, po cila është mendësia e Abdurrahman ibn Aufit? Abdurrahman ibn Aufi thotë unë nuk kam kohë si Abu Huraira më shku me transmetime. Abdurrahman ibn Aufi thotë unë nuk jam si Abdullah ibn Umeri me shku me majt mësime. Thotë unë jam tregtar që unë për kraj fenë Allahut prek kësaj dere. Më mendësia e këtij sahabi dhe aty në sahabë ka qenë se cili duhet me kontribu me pjesën më të mirë që e ka. Me pjesën më të fuqishme që ka. Ai që e ka pasurinë, ai kontribon nëpërmjet pasurisë. Ai që e ka pushtetin dhe autoritetin dhe ndikimin nëpërmjet autoritetit, pushtetit dhe ndikimit. Ai që e ka fjala bie për shembull rrjetin e xhanë dhe shoqënin, ai nëpërmjet lidhjeve, nëpërmjet urave. Ai tjetri i cili Allah i ka dhënë gojë për të shpreh, ai flet. Ai tjetri i cili ka kohë rremetri, takohet, organizon kështu me radhë. Domthonë secili duhet mendësia sahabëve, secili duhet me bë më të mirën, mirë po më të mirën që ai dhe me bë mirë. Jo me mor projektin e tjetrit. Jo me mor projektin e tjetrit. Domthonë nëse Allah subhanahu wa taala njëri t'ia ka dhënë elmin, po tjetrit t'ia ka dhënë komunikimin me tjerët, nuk ka nevojë ta ndrojë rolet, sepse prishet reni. Prishet reni dhe nuk ka domethënë fritshmëri. Një mendësi tjetër që e gjejmë te sahabët është mendësia që po e marr si shkas Ubad ibn Samit radhiyallahu anhu, e që realisht kjo është janë të shumta ata të cilët mund mi citu, mirë po du me marr vetëm një shembull. Ubad ibn Samit kur shkon në Sham, e shet që Shami ishin dhënë mas dynjos ka pa disa fenomene që janë dhënë mas luksit, mas do qefeve, kështu më radhë, edhe angazhohet ditë e natë ndavet. Angazhohet ditë e natë ndavet, sepse sot fillon me luks, pastaj kufiri halalit përfundon, tani kalon harame, pastaj kalon qefe të pangopshme, në fund ju duket feja shumë gushllëk i madh, edhe devijojnë. Edhe fillon davetin e tij. Derisa vend dikush i thotë Abu Hurairas radhiyallahu anhu, i thot, a ka mundësi, thot, shko në alat vllajin tan, Ubadën. Thot se ditën kudo që po na shena për vende të qefe, ku diun çka, thot po na këshillon, po na çorton, po na turpnon, ku diun çka. Po jo vetëm kaq, thot, natën ku po rrim me njerëz, vetëm po fol për dukuritë negative që u ti pa këtu. A ka mundësi mi shku mi thon kjarpi me dinës, rri qet, mos na pengon. Edhe vjen Ubadë thot, kështu po thon njerëzit për ty. I thot Ubadë thot, alam takun ma'na idh bay'ana ala sam'i wa ta'a wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Thot ja nuk i kon me neve kur e kena dhënë besën që kemi më kon të bindur ndaj Allahut, bindur ndaj prisve ton. Edhe kemi më respektuar prisit ton, pa më parasysh çdo situata. O ma kena dhënë besën që urdhojmë të mirë ndarim nga keqja. Kena dhënë besën për këtë punë. S'ka kthim mbrapa. Thot wa alla ya'khudhana fi llahi lawmatu laim. A ditë që ne kena dhënë besën që kur çështja e Allahut mos mu trem synin, pikur kujt. Mo këtu nëse ju pëlqen atë çështëm ju fol, po kena më fol. Këtu nëse ju pëlqen mi hap këto tema, na kena më hap këto tema. Këtu nëse ju pëlqen me u tregu të metët dhe mu mor me përmirësimin e tyre, jo, kena u mor me këtë. Çfarë thot Ubada? Mendësia e Ubadës. Thot urdhrimi për të mirë, ndalimi nga keqja, qenit aktiv me përmirësu shoqërinë, është beslidhje me Allahun, nuk është pa tako se s'pa tako. M'dhem zemra për të afërmit ose nuk m'dhem. Ti je pjesëtar i këtij komuniteti, i kësaj shoqënie, ti dush me urdhë të mirë, dush me nga keqja. Domthon ti dush me pas dëmshëri për njerëzit. Nesër këta bëhen banor të varrave, nesër mund të bëhen banor të xhamit të xhenemit. Domthon ti dush me pas dëmshëri për ta. Më po kët nuk do të me pas thjesht dëmshëri kur ti nihesh mirë, unë ju baj davet.
kur nuk jam mirë me disponim, nuk i bëj. Jo, kjo besë, është besatim, është beslidhje me Allahun subhanahu wa taala. Janë edhe shembuj të tjerë, mirë po nuk po du me u xhanu, po du me përmbyll me diçka e që është mendësia e krejt sahabëve. Kur tha mendësia e krejt sahabëve, e kam të pamundur me përmend shembuj. Si i bie domethënë me kalu në një ligjrat tjetër. Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, te koncepti i aktivizmit, edhe i të bërit mirë për shoqërinë, edhe i të qenit aktiv në shoqëri, edhe në komunitet, e kanë ndje, nëse krejt ligjratën harroni, këtë mos harroni. E kanë ndje që Islami është shtëpia e tyre, ata nuk janë musafir te feja e Allahut. Islami është shtëpia e tyre, ata nuk janë musafir në fenë e Allahut. Domethënë, nëse ty të vën musafir dikush në shtëpi, ti nuk e ndjen që musafiri ka obligim mu çu me shërby. Ose nëse ka doni problem, doni defekt, nuk çohet musafiri me rregull. Ti je i shtëpisë. Ti je i shtëpisë. Ti mund të mos jesh zoti i shtëpisë, a mu je antar i shtëpisë. Ti mund të mos jesh koka e shtëpisë, po je një antar për antarëve të shtëpisë. Na nuk mumi me i numru prej të Erkami, që e lëshon shtëpinë prej 12 vjet, 14 vjet, për me bë davet. E deri te sahabiu i fundit, gjithë e kanë ndje që kjo kauz nuk është kauz që i përket vetëm pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ata krejt e kanë ndje vetën që duhet me shërby. Dhe kjo është kriza më e madhe e muslimanit sot. Na begaton Allah me udhëzim dhe himin fe. Fillojmë namazin, i përkushtojmë Allah dhe themi elhamdulillah me këtë na fitu xhenetin. Mirë, po ky që na ka thirr, edhe pastaj mi bë pjesë e kësaj feje. Ai nuk është një koqiri e ne musafirët e tij. Ti dhe ai të dy jeni antar të një shtëpisë, që i bie në shtëpinë tonë ti dush me bë çmos. Shtëpia jote i mungon izolimi, ti duhet me investu për me bë izolimin. Shtëpisë tonë i mungon kulmi, ti dush me punu me bë kulmin. Nuk vën musafiri me ta rregullu. Mirë, po ti kur rën fen Allahut, se këto janë obligime të disa popujve të tjerë, ose popujve ndoshta në tjera kontinente. Atëherë ti tu sill në shtëpinë tonë, te feja jote sikur nuk është e jotja. Sigur ata e kanë obligim me na e shërby fejen e na me fitu xhenetin në sajtin e shërbesës tjetër. Jo, ti dush me fitu xhenetin me kontributin tanë, me përpjekjen tonë, me ibadetin tanë, me urdhërimin tanë për të mirën, ndalimin tanë, domthonë nga e keqja. Për arsye, ku është umeti sot? Pse umeti kështu, ose këto vende, ato vende, këtu mund me bë më shumë, këtu mund me bë pa. Kjo është muhabet i kot. Muhabeti i vërtetë është çka mu unë me bë. Muhabeti i vërtetë çka mu na me bë. Muhabeti i vërtetë sot çfarë patë mundësi me bë. Muhabeti i vërtetë çka mu nesër me bë. Që kjo është muhabeti i vërtetë. Që kjo biseda e saktë. Bisedat e tjera, duke llogarit në të tjerë, janë të kota. Nuk kanë të bëjë me sahabët. Erkami nuk ka thënë fjalabia, për shembull, pse unë më lëshu shtëpinë, këtu është islamizuar Abu Bekri më i pasur i Mekës. Le ta merraj me qirani shtëpi tjetër. A është e qartë? A ka pas logjik me thonë kështu? Ka pas logjik, por nuk i ka interesuar Erkami çka bën Abu Bekri për të fituar xhenetin. Ati i ka interesuar Aisha do të më bëjë për të fituar xhenetin. A është e qartë? Imagjino domthon ata që aty kanë nejtën, Mekka ka qenë qytet shumë i vogël. Ata e kanë ditë se si ka hallë tjetri edhe tjetri. Mirë, po secili ka garu me kry obligimin në shtëpinë e vet. Se Islami ka qenë shtëpia e tyre. Fatkeqësia qëndron që shpesh ne sillemi, ndjehemi, edhe madje kërkojmë të trajtohemi nga të tjerë, sikurse ne jemi musafir në këtë fe, ne jemi musafir për të nderuar, sikur ne na ti bën nder. Allahu neve na ka nderuar që na ka musliman. Mos më na pasua Allahu musliman, kemi qenë predispozuar na gjujt me fytyrë në xhehenem përgjithmonë. Kjo po neve është besim, kjo po neve është dogmë, kjo po neve është doktrinë pa lëkundshme. Nëse njeri përfundon jetën e kësaj bote pa u pendu, pa u kthyer Allahut, pa heq dorë për kufrit, shirkut dhe fiskut, është i predispozuar me shku në xhehenem. Dhe Allahu ka shpëtuar pi xhehenemit. Edhe mos mu tregu mirënjohës ndaj Allahut, duke i thirrë të tjerë me ardhen të kjo dritë, me thirrë njerëz të tjerë me ardhen të kjo udhëzim. Kjo padyshim që është një sjellje jo korrekte në raport me Allahun. Është një sjellje e ulët në raport me Allahun, e shpesh njerëzit kur sjelljen e kanë shpërfillëse, Allahu pastaj i privon. Pastaj Allahu a merr të mirën. Domthonë, ju nuk e konsideruat pasurinë më të madhe, atëherë ka të tjerë rob që kanë me konsideruar pasurinë më të madhe. Dhe një prej formave për ta shpërfaq që e ndjemi që Islami është pasuria më e madhe, është secili prej neve me bë maksimumin me e shërby këtë fe, asnjë njeri mos me qenë i përjashtuar tek harta e kontributit për fenë Allahu subhanahu wa taala, kushdo dhe me sa do dhe në çdo kohë ta ketë një ide, ta ketë një kontribut, ta ketë një përpjekje me e tregu që unë jam i shtëpisë, nuk jam musafir në fenë Allahu subhanahu wa taala. Elos Allahu azza wa jalla na dhon sinqeritet dhe vazhdimësi në punë të mira dhe më na mësua me ndjek mendësinë e sahabeve dhe mos më u konvertu në mendësi të tjera, të cilat më në fund na duhet me pas një bindje.
me mendësinë e sahabëve, përfundojmë tek rezultatet e sahabëve, inshallah. Me mendësi të tjera nuk kena kur farë garancioni, e lësë Allah në zëvëgje me në mësu, mu bashku me sahabët e për sallallahu alaihi wasallam në gjenetit e ti, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.